Në zgjedhjet parlamentare, Lidhja Demokratike nuk mori më shumë se sa 18 presje 27%. Rezultati që nxori si parti të tretë ngjalli pakënaqësi tek disa anëtar nisur nga Abdullah Hoti, i cili edhe kërkoi kryesi të re për partinë. Megjithse jo në Facebook si Hoti, së fundmi u raportua se pakënaqësi në komunikim të brendshëm me partinë kishte shprehur edhe kandidati Shkëmbë Manaj, i cili të njëjtën u zyrtarizua si nënkryetari i Prishtinës. Të shtunën, Manaj nuk u deklarua për këtë çështje. Por, situatën e krijuar nënkryetari i kësaj partie Lutfi Haziri e vlerëson si një zhurmë të momentit pa ndonjë mundësi për përçarje. Jo për zhurmë, kjo është zhurmë politike. Po në këtë proces politik, LDK në këtë fazë të angazhimit vet nuk guxon dhe nuk e pranojmë më zhurma politike që po bëhet për skajtnesh me na çu në hendek ku janë do që për e mbrojnë dikën, janë do që për e sulmojnë dikën. Pavarësisht këtij deklarimi, njohës të çështjeve politike vlerësojnë se emrimi i Manajt do e mos mund të ndërlidhet me situatën. Si duket, zoti Manaj ka pasur qëllim më shumë që t'i shkojë kësaj çështje deri në fund, edhe duhet shihet edhe vënia e pozitës, thjesht për të ulur presionin dhe për të ftuar gjakrat, se si do të vazhdoj më tutje situata brenda LDK-s, presim ta shohim. Në fakt, pikërisht duke aluduar për keqpërdërime nga LDK-ja, lëvizja vetëvendosje kishte kërkuar ndëlim të votave me postë nga diaspora, por PZAP dhe Gjykata Supreme e hodhën poshtë ankesën. Pikërisht procesi në fjalë sipas Hazirit duhet të hetohet në mënyrë që të dëshmohet e kundërta. Do të më pa deri në fund çka ka ndodhur. Nuk do të më leju kjo me kalu. Organet e shtetit nuk do të më leju me kalu kjo. Prokuroria edhe organet e shtetit nuk do të me leju me kalu kjo. Po do të me përfundu hetimi mos barë që ka ndodhur me këtë proces. Pavarësisht pakënaqësive të shprehura nga disa anëtar, Lumir Abdigjiku ishte shprehur i vendosur që të vazhdojë udhëheqjen e LDK-s. Dhe sot na duhet reflektim për këtë ardhmë.